Edhe pse ndodhet vetëm 7 kilometër larg Shkodrës, fshati Ragam ka një potencial të jashtëzakonshëm turistik. Megjithatë, mungesa e investimeve e ka lënë atë në gjendje që i ngjan një realiteti të mbetur në kohë. Pozicioni i tij gjeografik pranë liçenit ofron mundësi të shkëlqyera për zhvillimin e turizmit, por deri më tani banorët dhe ekonomia lokale nuk kanë përfituar nga ky potencial. Sipas tyre, numri i turistëve mbetet i ulët, gjë që e lidhin drejt për drejt me mungesën e mbështetjes dhe vëmendjes nga institucionet shtetërore. Turistja sa këtena s'ka kërkush, vinë ka herë ta italianë që vinë të qele, vinë e shohin tonë për dërin, vinë shkojnë. Dhe me thonë në ekonominë tuaj familjare së ndikun një thje turizmi? Jo, marë mos falë, më çfarë turizmit na kurisan. Djali punon me, unë jam 80 vjeçe, djali punon me 30.000, 40.000 lekë në ditë. Turista po, që e do, turistët. Në kanë lënë mos dorët krejt me tëna problemet ne. Megjithse konsiderohet si një nga perlat e veriut të Shqipërisë, fshati Ragam prej dekadash vua nga mungesa e investimeve konkrete dhe nga promovimi i pamjaftueshëm si destinacion turistik.